modernizmi dhe emancipimi më i madh nuk është mu bë gjithë njësoj. Ka një tendencë nga ana e vajzave, jo se e lën xhamangut edhe çunat, po më shumë nga vajzat, mu bë gjitha blogere. Munohemi pa pak me synin e specialistes, ma ndryshe nga ana psikologjike dhe vujnë shumë në thellësinë e tyne. Sepse thjesht po bajnë diçka që ja bë e modës dhe ju duket diçka ma e lehtë, ka nevojë për vëmendje, gjana tilla, dhe nuk po pyesin për ndjesitë e tyne të brendshme. Ju lutem një porosi, secili nga ne kena pika të forta. Ju lutem zbuloni veten, njihni veten dhe përdorni ata pika të forta tuaja për me bë më të mirën tuaj edhe për me frymëzu tjerët. Ju lutem mos kopjoni. Ne s'do shpikim rroten, do frymëzohena dikun, por duke kanë vetvetja. Ju përshëndes edhe ju uroj që të kemi bë me reflektu sado pak.